Vera e këtij viti do të jetë shumë e veçantë për Kristian Aslanin. Mesfushori shqiptar qartësisht nuk shihet si titullar të Interi dhe tashmë hipoteza e largimit në fund të sezonit për të luajtur rregullisht shihet si një opsion më së i mundshëm për të. Një nga klubet që po sheh më me interesim Aslanin është Bologna, e cila kërkon përforcime në mesfush duke menduar kampionatin, por edhe praninë më së të mundshme në kompeticionet ndërkombëtare. Ajo aktualisht është ndër ekipet favorite për të siguruar një vend në Ligën e Kampioneve për të dytin edicion radhazi. Aslani vlerësohet si një lojtar që mund të bëjë të dy fazat e lojës në mesfush dhe mediat italiane raportojnë se klubi është gati të hyjë në bisedime me Interin për të. Ai mund të përfshihet si pjesë e paketës për të çuar Castron në radhët e zikaltërve gjatë verës. Por nëse Interi do të dëshirojë të mbajë kartonin e Aslanit të Bologna, mendojnë se mund të bindin palët e përfshira me një huazim të thjesht një vjeçar të lojtarit për ta bërë më pas përfundimtar në verën e vitit 2026.